Partia Mega do të vazhdojë të jetë në një bashkëpunim të ngushtë me Partinë Socialiste. Kryetari i kësaj force politike konfirmon se ky është një proces i hapur që do të ketë si produkt marrëveshje para dhe pas zgjedhore për t'u përfaqësuar në parlamentin e ri nga njerëz të spikatur të minoritetit. KQZ ka dhënë fund dilemës se cili do të ishte subjekti elektoral i ligjshëm për të përfaqësuar në këtë zgjedhje minoritetin grek, duke bërë më 3 mars regjistrimin e Megës së përfaqësuar nga Kristo Kiço. Në një prononcim për RTS Gjirokastra, Kiço thotë se është paraqitur dhe pranuar si i ligjshëm i gjithë dokumentacioni kërkuar nga KQZ. Ndërkohë që ai pranon se ka një situatë jo fort të këndshme brenda partisë Mega, e cila mund dhe duhej shmangur. Vetë partia Mega, por edhe jashtë saj ekzistojnë dhe ka shumë njerëz të aftë të cilët mund të përfaqësojnë minoritetin në parlamentin shqiptar. Njerëzit banorët duhet të bëjnë zgjedhjen e duhur, zgjedhjen më të mirë dhe jo zgjedhje të imponuara. Kjo parti ka zgjedhur të bashkëpunojë me forca të mëdha politike dhe se do të vazhdojë të jetë në bashkëpunim të ngushtë me Partinë Socialiste. Kemi zgjedhur rrugën e bashkëpunimit me forcat e mëdha politike dhe deri në këto momente ne kemi një bashkëpunim dhe kjo ka ndodhur edhe në të kaluarën, edhe në zgjedhjet e pushtetit vendor, ku partia Mega ka bashkinë e Finikit për 3 mandate rresht, kuptohet edhe përfaqësim në parlament me deputet në zgjedhjet e fundit parlamentare të vitit 2021. Kreu i Megës zyrtare thotë se diaspora është me rëndësi të jashtëzakonshme dhe se pjesa dërmuese e minoritetit grek gjendet në emigracion në Greqi. Gjithsesi tanë minoriteti, pjesa më e madhe e minoritetit ndodhet në emigracion dhe kuptohet pjesa dërmuese është në Greqi. Ne kemi bërë lëvizjet tona, përpjekjet tona për t'i bindur njerëzit për t'u regjistruar, sepse mos pjesëmarrja kuptohet që nuk është zgjidhje në një demokraci. Si përfaqësuesi i minoritetit grek në Shqipëri, kryetari i Megas, Kristo Kiço, bën publik merakun e tij që ky minoritet të jetë i bashkuar. Minoriteti duhet të jetë i bashkuar. Çarja dhe interesat personale nuk na çojnë në asnjë vend, por kundrazi e dobësojnë rolin e minoritetit në Shqipëri dhe dobësojnë edhe pjesëmarrjen e tij aktive në jetën politike. Kiço thotë se rëndësi të dorës së parë për këtë zgjedhje ka që votuesit të bëjnë zgjedhjen më të mirë, zgjedhjen e duhur dhe jo zgjedhje të imponuara.